se vazhdon situata kështu, vendi vazhdon me qenë gërsh, a mbetet alternativë dalja në rrugë, se shka dhëna zote Haradinaj, apo shqiptoni si pse? Shiko, popujt e gjejnë rrugën e vetë për me e stabilizu demokracinë. Nuk duhet me mbyllë rrugët e tranzicionit demokratik. Për shëndetje më shëdhoshe, mirë se veni të dhanë gëllën analizë, shkojna me dhe në radhës, gjini me lot krokodili. Unë nuk për kuptoj gjinin, se kush i ka mbyllë rrugët. Gjini, o inderum, Albin Kurti po ju thirë, po thot, hajde bisedojmë për president. Ju nuk po doni. Ju po doni me formu qeverin pa e zgjedh presidenten, që shkonin zgjedhje prap. Ju jeni ata që po doni zgjedhje. Populli po don zgjedhje. Ju jeni ata që po bllokoni. Ju jeni ata që po maltretoni popullin. Ju Albin Kurti. Këto gjujani dikujna tjetër, shqitjani dikujna tjetër, por jo popullit të Kosovës. Shkojna me që ndëgjojnë vitën të diskutojnë së bashku i lutëm. Se lotë e krokodilit nuk shiten të na. Duhet me i mbyll ato rrugë. Për shkak se nëse mbyllen rrugë e tranzicionit demokratik në bazë të kushtetutës dhe të ligjeve, nuk ka mbet pothuajse popull në votë që nuk e ka gjetur me vetë. Ka me gjetë Kosova për shkak se ne e dim që është demokracia, e dojmë demokracinë. Kush e don demokracinë? Teja? Nëse fol për popullin, e dim që po. Por ti si gjini, që është dusht, ti nuk e don. Me pas dasht, nuk i këshe refuzu ftesën e Albin Kurtit, kryeministit tonë të dashur. Ishe shku, ishe marrë vesh me to, kështë të votu presidenten. Ju kërkoni me bo president, dikon që juve ju intereson. Ju kërkoni me bo president, dikon që ju s'keni vota. Tash, kush është taj që e don demokracinë? Kush është taj që nuk pedon demokracinë? Mu po mdel që Albin Kurti e pedon, e ti s'pedon. Kurse këtu ti po gënjen. Se ti nuk e dhe demokracinë. Me pas dash demokracinë këshe po zgjedhje. E nuk këshe kërku zgjedhje. Po këshe po zgjedhjen me president. Ose presidente. Shkojna miq? Kosovës e don demokracinë. Jemi në Evropë, a kemi me gjetur. Nëse pranon hipotetikisht vetëvendosja me adhon pozitën e presidentit, zotit Ramush Haradinaj, cile Kishe najtë një kom, po u du me punu shumë për atë punë, s'po i këtë temë se kom bo një video tjetër, u du me punu shumë për atë punë. Shkojna. Nuk është kushti joni, po e kom thonë 100 herë. Po normal që s'është kushti joti, s'mund me kushti juve, se s'ki vota për këtë punë, o burë. Pik. Kështu të regoj, jo, s'është kushti joni, se s'kem vota. Amo ne blokojmë, qëto që i kem ne blokojmë. Mundësia ju e që kjo? Është ndërë për çdo shqiptar kudo që jeton, jo veç në Kosovë. Saj për këtë puna për ndërë, prit pak, se masit e Krishti, do të komentoj çfarë ndërë është me konë Ramush Haradinaj president. Shkojna miq? Në këtë botën, me pas një president si Ramush Haradinaj, nuk ja kemi vu kusht se këto po e lëpaj. Nuk është kusht, nuk e kemi kusht këtë çështje. Për aleancën kishtë. Unë se këmë një alo që Albin Kurti ka lip për president Ramush Haradinaj. Nuk ka kërfar kushti Albini. Po nëjës. Me qenë diçka jashtëzakonshme po dhe për Kosovën, ama nuk e ka kusht, nuk po ja lypim Kurtit këtë puni. Do të zgjedhjet e fundit, se më thonë një godit shumë si parti që me gjast nuk do ta kaloni pragën, po ardha juaj në kryet aleancës do shumit kundërt do. Shumë. Çka nëse prap vendi shkon zgjedhja, pritni mbos matjeve tuaja, pritni rritje edhe më të tjeshme të aleancës. Zgjedhja për aleancën është të rrit. E kemi të qartë, ne e kanë të qartë edhe këta. Albin Kurti, kish kujdes, aleanca po rritet. Po nuk përdi me çka.
Shkojna me, shkojna. Arsyeja pse sot, e thash edhe në konferencë më herët, sot arsyeja pse i kanë lëshu krejt grezat e veta kundër aleancës është kjo. Jënë të e po, ama nuk kanë me mujt me në nëllë. Për çes grajza e ki fjallën, Zot Regjini? Tregoj popullit, për cilë grajza? Për ata grajzat e juj? Për ata grajzat që ti kanë qitë flokt? Apo për ata grajzit që po vidhen për juve? Sepse s'ka kuptim ndrysh. Betellin ka 50 milion falas, 40 milion falas, për qef, 200.000 për film, 200 këto, këta janë që punojnë. Për kom punojnë ta? Ti po del poshet moral? Jo, gjine, kishëm gabim. Arkivat jesin. O nderum. Para luftë e gjini, s'ke pas sen. As të jasune, as kërkush. Sot je multimilioner. A je asje? Tregoj e popullit. Ka, qysh, për 20 vjet. 21. Ka bune milioner të vëlla. Të jarë në për zyra aty me Mercedesa ma e baqa të akës, jo ti personal. Ka? Jetën e Kosovën? E di. Shkona miq. Në Republikën e Kosovës, Gotash, Zot Regjimi. një prokuror special është detyruar ta lëshoj vendin për shkak teje, zoti Haradinaj. Sepse sa ke qenë kryeministër, ti ke kërku raport me shkrim që brenda 30 dite me t'jep informacione për lëndët që i ka në adresim prokurori special Eles Blakaj. A peshe, Zot Regjini, pse nuk është kushti juji, edhe pse s'keni drejt me pas kusht, edhe nuk ja pranon kërkush këtë kusht. A peshe? A pëndegjon, të e në fakte. Nuk janë të mija, të e në fakte. Arkiv, s'pe thomune. Pëthot Albolina Agjiu në parlament. Edhe kjo është realitet, se sot njërë është në Amerikë. Prokurori i jonë, i dashën është në Blaka është në Amerikë. Pse ka shku atje? Se i ka të Ramush Haradinaj. S'pe thomone, pra po thom, s'pe thomone, pe thojnë, po thot kjo zoja. Edhe e thojnë shumë tjerë politikanat. Shkona miq, ti kalzojmë gjinit, se nuk është Ramushi për president, ti kalzojmë gjinit që ju nuk e dhoni Kosovën. Ju dhoni Kosovën për interes, po. I Kosovë si Kosovë e dhoni. Po me dhesh për Kosovë. është... Nuk ju besoj, se qatë që më keni vjellë, qatë që më keni po marzira, sa që është e pabesu që më i besu, Zotë Regjini. Shkojna miq? Kjo është ndërhyrja brutale në sistemin e drejtësisë. Pa tjetër. Pa tjetër. Që kanë që ishten mi votu demarkacionin me malin e zi, zotim se lash pa i vraj arabit. E kanë po këtë toft hujen, si që 1000 vjetë kone Kosovë, sa në kohë Turqi, sa Serbis para, së mërandë. E këto ka bo të hujt Ramush Haradinaj, Zot Regjini. E ti po më thubu, du me pas nërë Kosovë me konë Ramush e president, ka dalë burë, frano pak. Ka dalë burë, frano pak, se so qashtut. Po gënjen. A perin që po thot? Po jë nem. Unë i plëtsona, i pajtona plëtsish me këto.
Edhe unë thomë, piktujt, ata që i kanë që gishtë me votuve, kur ditë mos pafshin. Thot Jugosllavisë në fullën e tonë nuk ka qenë e malësi. Gjithmonë ka qenë të shohë, na për mi dalë me baki këtu, taksat të duke mi pagu. Kemi pagu taksën e gjithmonë. Pylltarët i kemi pas pejë gjithmonë. Komisionet e pejë në na kontrollu baktin këtu gjithmonë pejë. A keni fjallë, zotë Regjini, për këtë temë? Kështu që, kur dash me folë, dosh me di që me folë. Me folë jetën reale.